Gjatë samitit të G20-s në Afrikën e Jugut, aleatët Ukrainas pritet të kërkojnë forcimin e planit amerikan që synon të vendosë fundin e luftës me Rusinë, një qëllim i pohuar nga kryeministri britanik Keir Starmer. Ky samit vjen një ditë pas paralajmërimit të presidentit të Ukrainas Volodymyr Zelensky se vendi po përballet me një nga momentet më të vështira në historinë e tij për shkak të presionit ndërkombëtar për të pranuar planin, i cili sipas rrjedhjeve të fundit shihet si i favorshëm për Moskën. Zelensky theksoi se Ukraina duhet të zgjedhë mes humbjes së dinjitetit dhe humbjes së një aleati të fuqishëm, duke zhvilluar biseda telefonike me udhëheqësit e Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Pas konsultimeve, Keir Starmer deklaroi se miqtë dhe partnerët e Ukrainës menden të përkushtuar për të siguruar një paqe të qëndrueshme një herë për gjithmonë. Megjithatë, plani amerikan i paqes përfshin propozime që Kievi i kishte refuzuar më parë, përfshirë dorëzimin e disa zonave lindore të kontrolluara aktualisht nga Ukraina. Shtetet e Bashkuara kanë ushtruar presion për pranimin e këtij plani dhe këtë javë dërguan zyrtar të Pentagonit në Ukrainë për të diskutuar mbi të. Në Europë, ky propozim ka ngjallur shqetësime pasi duket se favorizon Moskën në mënyrë të ndjeshme. Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, e quajti situatën të jetë rrezikshme dhe theksoi se mënyra se si përfundon lufta ka rëndësi të madhe, duke theksuar se Ukraina duhet të vendosë kushtet e çdo marrëveshjeje. Samiti G20 zhvillohet pa praninë e presidentëve amerikan dhe rus, ndërsa liderët do të diskutojnë propozimin aktual dhe mundësinë për ta forcuar atë në fazat e ardhshme të negociatave për paqe.